Që na, për të gjithë këta që do shikojnë këtë videon, do t'i thosha që të vinë sa më shpesh te kantina Verës në Liprazh, pasi përveç shijes së Verës, bardh, kuqe dhe pire alkolike, rakite ndryshme që ju prodhoni, pasi ju jeni pronari i kësaj fabrike, keni edhe një restorant shumë të këndshëm që gatuan çdo lloj gjë tradicionale të zonës së Liprazhdit. Unë uroj suksese, të jeni pjesë e gjithmonë të asaj të vjetrës që qytetarët sot kërkojnë sa më shumë të jenë pjesë, dhe do t'i lutem të gjithët ta vizitojnë këtë kantinë, sepse do mbesni të gjithë të manitur me shijen e vernave të ndryshme, me shijen e pijeve të ndryshme të prodhuar enkas në këtë fabrikë, pasi pronari ruan shumë tradicionale. Apo jo, zoti Gjeta? Shumë faleminderit. Ju ftoj të gjithë të vini, se Liprazhi është një qytet i qetë, po ka dhe një vend relax që mund të hash i drejt ose i darkë, edhe të kënaqesh si me ushqimet, edhe me ambientin, edhe me çdo gjë tjetër. Nuk di çfarë të them. Shija është tradicionale. Shija është tradicionale, duke filluar nga kjo vera e mirë, nga kjo rakia që zot pronari i vet i pijeve. Si quhet kjo rakia që ju keni në duar? Kjo quhet muskat me shafran. E dëgjuat? Muskat me shafran. Afroni tek kantina e Verës, sa asaj kohe e ndërtuar që në vitin 58 dhe përfunduar në vitin 1960, tashmë në duart e zotit Gjeta, kjo ruan tradicionalen, atë verën e bukur dhe të shijes së ëmbël e saj kohe, aktualisht është këtu, pikërisht këtu, tek shija tradicionale në Liprazh, me zotin Gjeta si kimist, po dhe pronari kësaj fabrike. Hajde gëzuar zotin Gjeta, të gjithë mos harroni vetëm te kantina e Verës Gjeta, pikërisht aty ku lindi vera e Liprazhdit.